Kreu i nismës Fatmir Limaj ka reaguar lidhur me zhvillimet politike pas aktgjykimin të gjykatës kushtetuese mbi bllokadën politike në Kosovë dhe ftesën për tërheqje nga kryeministri Albin Kurti. Limaj ka theksuar se qëndrimi i nismës menjëherë pas zgjedhjeve për gatishmërinë për dialog me çdo lider politik ishte i drejtë dhe i bazuar në realitetin se pamarrëveshje mes partive nuk do të kishte as konstituim të kuvendit dhe as formim të qeverisë. Sot kur të gjithë liderët janë ftuar në tërheqjen e Kurtit dhe po pranojnë nevojën për marrëveshje, është e rëndësishme të kujtojmë se kjo nuk është rruga e re, por ajo që ne kemi propozuar muaj më parë, një rrugë që u kontestua, u nënvlerësua dhe u shoqërua me linçim publik, tha Limaj, duke u referuar në mënyrë të drejtë për drejtë Ramush Haradinajt, i cili në ftesën e Kurtit delegoi deputeten Time Kadriaj dhe e kritikoi Limajin për gatishmërinë për dialog. Limaj shtoi se vendimi kushtetuese sqaron qartë që zgjedhja e kryetarit të kuvendit kërkon marrëveshje politike dhe jo bllokim, taktika apo shfaqje publike. Ai kritikoi periudhën e kaluar për akuza, ndarje dhe hipokrizi politike, duke theksuar se qëndrimi i nismës ka qenë dinjitoz dhe në shërbim të vendit. Ai gjithashtu konfirmoi se nesër do të marrë pjesë në tërheqjen e ftuar nga Kurti për të ndarë të njëjtin qëndrim. Kosova ka nevojë për marrëveshje, jo për teatër politik, për lidership, jo për kalkulime, përfundoi Limaj.